Rrugët e qytetit faktikisht janë që nga orët e mëngjesit ku kanë filluar dhe rreshtet e para të Deborës. Operatorët kontraktues që i kemi në këtë rast e regionin ka dalë në teren dhe me makineritë e veta që i ka pastruar gjitha rrugët e shtetit. Tash jemi duke vazhduar edhe në për fshatra, jemi në pjesën e Zhupës, në fshatat e Zhupës, jemi në fshatat e Podgurit, jemi në fshatat e Përdrënijës dhe jemi në fshatat e Vrinit ku janë terenet, në gjitha terenet ku janë të aktive që janë duke rarë borë, ekipët tona me makinerit janë duke i pastruar rrugët dhe duke bërë lëvizjen e lirë të automjetëve, si dhe gjitha trotuarët që janë në qytet janë duke pastruar dhe për momentin janë të kalueshme. A keni kapacitet mjaftueshme për të menaxhuar sa më mirë me së? Po, ne si komunë, faktikisht komuna e Prizrenit është përgatitur me kohë, ka kontraktuar operatorin ekonomik për pastrimin e Deborës dhe është furnizuar me kryp, ku janë dikon, pas informantave që ka marrë, dikon 600 ton me kryp është furnizuar dhe kemi rezerva të mjaftueshme të krypës dhe jemi të përgatitur që të ketë lëvizje të lirë si qytetarëve nëpër trotuara, por edhe automjetët që janë të lëvizën në rrugë.